Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ishte sot për një vizitë në Shkup, u shpreu keqardhje mbi pikpamjet e kundërta të Maqedonisë dhe Serbisë lidhur me Kosovën. Nga ana tjetër, ministri serb tha se të dy vendet kanë një vizion të përbashkët me integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Maqedonia së shpejti do ta dërgojë ambasadorin e saj të ri në Beograd. Serbia e pati dëbuar ambasadorin maqedonas menjëherë pasi Maqedonia e njohu pavarësinë e Kosovës. Të ndikim përhollësi korespondentin ton Isak Ramadani. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić erdhi për herë të parë në Shkup, ku sigurua se qëndrimi i autoriteteve maqedonase në lidhje me Kosovën nuk është i ngjashëm me atë të Serbisë. Ai tha nga ana tjetër se vendi i tij ndan vizionin e njëjtë për Ballkanin Perëndimor të integruar në Bashkimin Evropian. Viti i kaluar, shtoi ministri serb, nuk ka qenë i lehtë për marrëdhëniet midis dy vendeve, kur dhe u hap sipas tij çështja e vetme serioze e pasgjidhur. Beograd i Skopje nemaju isto gledanje na budući status Kosova i Metohije. Beogradi dhe Shkupi nuk kanë qëndrim të njëjtë për statusin e ardhshëm të Kosovës, tha ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić, ndërsa shpreu keqardhje për këtë. Ai e përsëriti qëndrimin e Beogradit lidhur me Kosovën, duke thënë se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se qeveria e Serbisë do t'i shfrytëzojë të gjitha mjetet juridike, politike, diplomatike dhe paqësore në mbrojtje të këtij qëndrimi parimor, sipas tij ndaj Kosovës. Dy ministrat e jashtëm Jeremić dhe Miloshovski nënshkruan një protokoll për bashkëpunim midis dy vendeve. Raportet midis Serbisë dhe Maqedonisë pritet të normalizohen dhe së shpejti në Beograd do të shkojë ambasadori i ri Maqedonas, Ljubisha Georgievski. Beogradi e dëboi ambasadorin maqedonas menjëherë pasi Shkupi e njohu pavarësinë e Kosovës në tetor të vitit kaluar. Vuk Jeremić tha se në raportet midis dy vendeve duhet përqendruar mbi atë që bashkon dhe jo në atë që ndan. Ministri i Jashtëm Maqedonas Antonio Miloshovski tha se miqësia dhe bashkëpunimi do të jenë më të frytshëm nëse ato bazohen mbi respektin e ndërsjellë dhe barazinë në të gjitha aspektet. Ministri serb u prit edhe nga presidenti i Maqedonas Crvenkovski, kryeministri Gruevski, kryetari i parlamentit, ndërkohë që u takua edhe me përfaqësues të pakicës serbe në Maqedoni. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.